Të nuk po them pa afta vetëm për çu 1 milion ushtar, që jo, se s'bëhet fjalë, se këtë muhabet e kemi diskutuar dhe për Ukrainën. Po për të përgjigjur atyre dronëve. Ju kujtohet, ju 3 javë më parë më pyetët, a është e mundshme që Irani të sulmojë Shqipërinë? Unë thash Shqipërinë edhe më larg. Dhe vura re që kishin pas edhe kritika në rrjet që jo që janë këto punë, Irani nuk i ka etj. Tani e pam gjithë që Irani dërgoi jo një, po disa raketa deri në pjesën tjetër të botës që kaloshin edhe 4000 kilometra. Por këto janë armë cilat Irani ka prodhuar në mënyrë tërësisht sekrete në programe ushtarake tërësisht sekrete dhe na konfirmojnë që Izraeli pas ka pasur të drejtë kur i kërkonte amerikanëve që të bllokojë marrëveshja bërthamore në 2018 me Iranin, për shkak të programet sisteme raketore që ka Irani. Dhe një nga kushtet që vë sot Amerika janë pikërisht programet raketore, sepse Irani ka zhvilluar programe raketore që ka shkuar shumë më larg se sa që kanë menduar palët, cilët e kanë nënvlerësuar deri tani Irani. Dhe këto 20 vitet e aleancës iraniane me perëndimin në lindjen e mesme, në fillim në Afganistan, pastaj në pjesën tjetër të lindjes mesme, në luftë kundër sunitëve, ose më saktë kundër Al-Qaedës, më tej kundër ISIS-it, kanë bërë që Irani jo vetëm të zhvillonte programet e veta ushtarake edhe të përfitonte nga programet ekonomike, por që sistemi i inteligjencës ushtarake dhe inteligjencës civile të Iranit të futej kaq thellë sa të penetronte tek, le të themi, aleatët e përkohshëm perëndimor në luftë kundër sunitëve në Gjirin Persik dhe të mësonte shumë nga sekretet e tyre në rajon. Në një formë ose një tjetër, në mendjen e mësim këtu kundër Iranit e paska patur vetëm Izraeli, me të drejtë, sepse ata shohin mbijetesën e tyre. Të tjerët pak nga budallëku, pak nga naiviteti, pak nga nevoja, kanë çeduar dhe sot ne gjendemi përballë faktit që Irani është vërtet shteti më i fuqishëm në atë rajon. Dhe këtu, ata që kujdesen më shumë nga kjo pikpamje, janë pikërisht vendet sunite, të cilët janë fqinjtë të Iranit, bëhet fjalë tu Arabia Saudite, Emiratet, Katari, Bahreini, Kuvajti, vetë Iraku që është pjesë e kësaj lufte për një kohë shumë gjatë, të cilët e kuptojnë shumë mirë që kemi të bëjmë me një situatë gjeopolitike e cila nuk ka qenë kurrë e mendueshme se mund vinte në këtë pikë. Në qartë. Ndërkohë meqense jemi këtu, po lexoj për shembull një ndër zhvillimet nga media ndërkombëtare, duket se shefi i NATO-s ka mërzitur europianët sepse ka shprehur mbështetjen për luftën ndaj Donald Trumpit kundër Iranit. Ai ka sugjeruar që aleatët europianë për shembull të bashkohen për të përgjigjur thirrjes presidentit amerikan për të dislokuar mjetet etare në ngushticën e Hormuzit. Ku ti je? Ka sjell reagime në kryeqytetet europiane. Po ku ti je? Se problemi është ky që të bëj kjo gjë, Evropa duhet kishte bërë, ja sapo e përmendëm, Evropa duhet kishte bërë atë që ka bërë Irani këto 20 vite e fundit. Që ka bërë Irani, Kina, Rusia, India, Japonia, Indonezia, gjithë Azia. Pra që buxhetet duhet të kishin në rritje. Ne, po mos kishte qenë presidenti Trump, samiti i vjetshëm, as tani nuk do të diskutojë për këtë punë. Po, e vërtet. Se u shkua rreth 15 vjet me Smart Defense, kur është shëntërsuar Shqipëria në NATO, nuk dihet kujtoj. Po. Fjalia ishte Smart Defense, të hymë në NATO pa paguar para. Po, te 2% që ngelën. Po, jo, as 2% se kanë pagu këta, domethënë, përfshi edhe këta që po flasin. Për shembull, po ti kërkosh sot Shqipërisë çoj anije. Skemi, realisht nuk kemi, nuk është puna se gënjem. Realisht ato dy anije që kemi për bregun tonë për të kapë në anije refugjatësh e tjerë. Italia, i ka 2 vjetra. Italia tani është duke i dorëzuar Indonezisë një luftanie nga Garibaldi, e cila është 50-60 vjeçare. Dhe duhet ta rinovojnë. Dhe ki parasysh që Italia ka një nga kompanitë më të mira në botë të prodhimit tani luftarake, që është Fincantieri. Por duhen buxhete. Gjermania, e cila gjithashtu ka një historik të tillë, nuk i ka. Pra duhen prodhuar aeroplanbajtëse. Vetëm vend që ka 13 aeroplanbajtëse sot është SBA. Po. 2 i ka lëvizur atje, po bën gati një tret ta çoj, sepse çështja është që Irani është një vend pafundësisht malor dhe fillimi i një lufte të drejtë për drejtë me trupa edhe me anije, pra të një pushtimi qoftë edhe të pjesëm të iranianit, do të thotë një luftë që ti hyn sot dhe nuk e di se kur do dalësh. Dhe nuk është përgatitur sot NATO e sotshme
BE-ja e sotshme, nuk është përgatitur për këtë ditë. Pra, nëse SBA-ja, që është ushtria më e madhe e NATO-s, është e përgatitur, deri diku, këta tjerët janë fare të papërgatitur. Pa futur këtu faktin që amerikanët e filluan këtë luftë pa një konsensus me Britaninë e Madhe, e cila është e vetmja fuqi detare historike e NATO-s, e mbi gjitha pa Turqinë, që është fqinji i parë i Iranit. Kështu që a është kaq e thjeshtë kjo punë? Kjo nuk është e thjeshtë. Mbi gjitha kjo tregon atë që unë thash në fillim, që për momentin rezultati maksimal që mund të mbërrihet është një armpushim i pjesshëm.